Qytetarët kanë nevoja të ndryshme dhe çdo qeverisje komunale mundohet t'i plotësojë ato. Edhe qytetarët e Prizrenit kanë nevoja dhe kërkesa. Organet komunale janë përkujdesur që përmes investimeve në shëndetësi, jo vetëm të dalin në ndihmë atyre, por edhe t'i plotësojnë ato kërkesa. Investimet komunale në këtë dikaster shumë të rëndësishëm për shëndetin e qytetarëve kanë ndodhur pa ndërprerë këto vitet e fundit. Në ardhen në pushtet Partisë Demokratike në vitin 2008, njësisht kryetarit ton komunal aktual, profesor Dr. Emanuel Mujës, Drejtoria Komunale për Shëndetësi në politikat shëndetësore vazhdimisht e ka gjetë një mbështetje financiare në aspektin e zhvillimit të infrastrukturës të shëndetësisë dhe në aspektin e ofrimit të shërbimeve shëndetësore, si dhe në avancimin e kuadrave profesional në kuadër të kujdesit parsor shëndetësor primar. Kujdesi parsor shëndetësor i komunës së Prizrenit numëron gjithsej 475 persona. Ai përbëhet nga 3 departamente: Departamenti i Mjekësisë Familjare, Departamenti i Stomatologjisë dhe Departamenti i Administratës. Përmirësimi i infrastrukturës në shëndetësi ka qenë prioritet në komunën tonë, nga 27 objekte shëndetësore sa kanë qenë. Sot kujdesi parsor shëndetësor në Prizren menaxhon me 44 objekte shëndetësore. Falë menaxhimit të mirë të administratës aktuale, kemi rritur kapacitetet të shërbimeve me 17 objekte të reja shëndetësore. Katër qendra të mjekësisë familjare: Qendra e mjekësisë familjare Lagja e Trimave, Qendra e mjekësisë familjare 11 Marsi, Qendra e mjekësisë familjare Bajram Curri dhe Qendra e mjekësisë familjare Jeta e Re. Dëmbëdhjetë ambulanta të mjekësisë familjare në fshatrat Dobrësht, Nebregoshte, Kushnin, Bilush, Krushe Vogël, Novosel, Planjane, Poslisht, Medvec, Manastiric, Lubinje e Poshtme dhe Krajk. Kulminacioni i investimeve në infrastrukturë është objekti urgjencës. Drejtoria Komunale e Shëndetësisë përmes politikave të veta ka ndihmuar në zhvillimin dhe modernizimin e shërbimeve shëndetësore. Drejtori i Drejtorisë së Shëndetësisë në komunën e Prizrenit, Nexhib Berisha, tregon për investimet që janë bërë në këtë dikaster. Gjatë kësaj periudhe, 6 vjeçore, kemi ndërtuar rreth 5 qendra mjekësisë familjare dhe 12 objekte shëndetësore në përfshatrat komunës sonë. Por, ajo që vlen të theksohet në vija trasha dhe të falenderohet edhe kryetari i komunës, edhe bordi, edhe qeveria lokale, edhe drejtoria për shëndetësi, është në përfundim e sipër tani që brenda 2-3 ditëve do të bëhet edhe pranimi teknik i objektit të urgjencës. Pra kjo është kryevepra e investimeve në infrastrukturë të drejtorisë komunale e shëndetësisë në komunën e Prizrenit. Qendra kryesore e mjekësisë familjare në Prizren, falë menaxhimit të mirë, sot është ndruar në një institucion shëndetësor shembull për komunat e tjera të Kosovës. Ka pasur ndryshime të mëdha në kujdesin parsor shëndetësor, ndryshimet si në aspektin e infrastrukturës, krijimit të kushteve të mira të punës, në aspektin e ngritjes së cilësisë së shërbimeve shëndetësore, në aspektin e implementimit të konceptit të mjekësisë familjare. Të gjitha këto janë bërë me qëllim të mbrojtjes së ofrimit shërbimeve sa më cilësore për qytetarët e komunës së Prizrenit dhe me qëllim të ruajtjes së shëndetit të popullatës. Po ashtu jemi kujdesur që këto shërbime të jenë të njëjta si në fshat ashtu edhe në qytet. Pra janë edhe aparaturat, edhe diagnostika është e njëjtë si në qytet edhe në fshat për ata, prandaj qytetarët e viseve rurale do thotë nuk kanë nevojë që të vinë në qytet për të marrë këto shërbime sepse i kanë të njëjta edhe në përfshatra.
Për të ngritur cilësinë e shërbimeve shëndetësore, menaxhmenti i kujdesit parësor shëndetësor, i përkrahur fuqishëm nga qeverisja lokale dhe kryetari. Krahas investimeve në infrastrukturë, kemi investuar shumë në njësinë e diagnostikës, duke filluar nga kabineti radiologjisë, aparati digital i rentgenit, aparati i mamografisë për zbulimin e kancerit të gjirit, ortopani i cili shërben për incizimin e dhëmbëve dhe të nofullave. Kjo qendër tani më disponon me 5 aparate moderne ultrasonografike, të shpërndara në njësi dhe qendra të ndryshme të mjekësisë familjare. Diagnostikës i kemi dhënë shumë rëndësi. Do thënë, kemi siguruar pajisje aparatura më moderne që kanë qenë të asaj kohe, dhe që edhe për këtë kohë, pra kemi bler aparatin e mamografisë, kemi bler apo jemi furnizuar me aparatin e ortopanit, aparat për incizimin e dhëmbëve dhe të nofullave. Kemi siguruar 5 aparate të ultrasonografisë më moderne, 2 janë për ekzaminimin e barkut, njëna është për një ultraza është siguruar për fëmijë për pediatri dhe një ultraza është siguruar për ginekologji, është ultraza 3D, 4D, color Doppler dhe një ultraza për kabinetin e rentgenit me elastografi. Është aparati, mund të them, i vetmi në Kosovë në institucionet publike që shërben për një diagnostifikim sa më preciz dhe sa më pak invaziv për të kancerit të gjirit. Të gjitha këto aparatura janë fjala e fundit e teknologjisë. Me qenë se ma herët si kabinet kemi funksionu, mirë po jo me këto kushte dhe natyrisht se duhet falenderu drejtorisë dhe drejtoratit që kohëve të fundit na kanë mbështetur dhe gjithnjë na mbështesin në këtë aspekt. Laboratori qendror në qendrën kryesore të mjekësisë familjare dhe ai në qendrën e mjekësisë familjare 1 disponojnë pajisje moderne, të automatizuara, autoanalizera, numërues elektronik, centrifuga, fotometra, mikroskop dhe të tjera. Përveç këtyre pajisjeve ne jemi kujdesur që të sigurojmë edhe reagenca në sasi të mjaftueshme gjatë tërvitit për qytetarët e komunës sonë. Të gjitha objektet shëndetësore në komunën tonë janë të pajisura me EKG, aparate moderne si dhe pajisjet e tjera medicinale, të nevojshme për punë të mirëfillt të mjekut familjar. Departamenti i stomatologjisë në institucionin tonë është më i organizuar dhe më i pajisur në nivel vendi. Ne për herë të parë kemi bërë decentralizimin e këtij shërbimi, duke i kushtuar rëndësi të veçantë stomatologjisë preventive. Të gjithë qytetarët e komunës sonë shërbimet stomatologjike mund t'i marrin në të gjitha qendrat e mjekësisë familjare, si dhe në të gjitha shkollat fillore të Prizrenit. Për shërbimet stomatologjike ne sigurojmë material të mjaftueshëm stomatologjik gjatë gjithë vitit. Krahas decentralizimit të shërbimeve të mjekësisë familjare, ne kemi bërë edhe decentralizimin edhe të shërbimeve stomatologjike. Kjo është për gjatë këtij mandati të udhëheqjes me 5 vjeçare. Tani çdo qendër e mjekësisë familjare, pra janë 15 qendra të mjekësisë familjare, në çdo qendër të mjekësisë familjare ofrohen shërbime stomatologjike. Punon stomatologu, i kanë të gjitha stomatologët punojnë në karika të reja stomatologjike. Krahas kësaj, të gjitha shkollat fillore të komunës sonë kanë shërbime stomatologjike, mund t'i marrin shërbime stomatologjike për fëmijët, mund t'i marrin këto shërbime edhe në shkolla. Pra të gjitha shkollat në qytet, në të gjitha shkollat fillore punon stomatologu me kushtet më të mira të mundshme për shërbime stomatologjike. Për t'i dalë në ndihmë qytetarëve në raste emergjente, ne posedojmë 4 autoambulanca, të cilat ofrojnë kushte komode për punë. Ato janë të reja dhe i kanë të gjitha pajisjet e nevojshme për raste emergjente. Kemi arritur të sigurojmë 4 kombibus të rinë me të cilët bëjmë transportin e pacientëve në dializë, nga shtëpitë e tyre për në repartin e dializës. Shërbimi i vakcinimit ofrohet në të gjitha qendrat e mjekësisë familjare të komunës sonë. Për vaksinimet e fëmijëve në formë fushate, ekipet e vaksinimit shkojnë me autoveturën e bler enkas për këtë qëllim. Për mbikëqyrje të punës në të gjitha objektet tona, si dhe për çështje furnizimi, ne kemi bler autovetura të reja. Zhvillimi vazhdueshëm profesional. Për shfrytëzimin sa më profesional të aparaturave të blera dhe me qëllim të ngritjes së njohurive për limite të caktuara të mjekësisë,
Ne I dërguam me financimin ton në përsosje profesionale mjekëtan, në qendrat universitare jashtë vendit, si në Zagreb, Shkup, Tiranë dhe të tjera. Me qëllim të avancimit të njohurive, shkëmbimit të përvojave dhe të qenit në rrjedhë të shkencës dhe të arriturave mjekësore, personeli mjekësor i institucionit ton prezantoi me punime shkencore në shumë konferenca dhe kongrese ndërkombëtare. Kishim përmendur ndër prezantimet e deri tashme Kongresin Botror të Psikiatrëve të Fëmijëve dhe të Adoleshentëve që është mbajtur vitin e kaluar në Paris, ku kemi prezantuar me 2 punime, domethënë shkencore, që është niveli më I lartë, mendoj domethënë, I kongreseve në fushën e psikiatrisë fëmijëve. Pastaj vitin e kaluar po ashtu kemi prezantuar në një kongres evropian të psikiatrisë, domethënë, këtë vit po ashtu në një kongres evropian të psikiatrisë së fëmijëve në Dublin të Irlandës, si dhe këtë vit po ashtu kam prezantuar në një kongres botror të psikiatrisë të rriturve, sepse janë të ndryshme këto fushat. Në kuadër të zhvillimit të vazhdueshëm profesional, në qendrën kryesore të mjekësisë familjare organizohen trajnime, ligjërata dhe seminare rregullisht gjatë tërë vitit. Infermierët e kanë këtu obligative, do të thotë sidomos viteve të fundit, me I kry 6 module për zhvillimin e vazhdueshëm profesional, tu fillu prej modulit orientim mbrojtjen parësore shëndetësore, ku duhet të jenë ma përse afërmi me pacientin, mandej e kemë edukimin shëndetësor, e kemë shëndetin e nanës dhe fëmijës, e kemë shëndetin riprodhues, pastaj e kemë shëndetin mendor edhe në fund I kemi emergjencat. Pra me emergjencat na e përmbyllim këtë farë trajnimi. Shërbimi profesional duhet të jetë shumë nivel, si për këtë arsye edhe organizohen edhe trajnimet të ndryshme që të vazhdueshme pra profesionale në mënyrë që pacienti të jetë sa më I kënaqur, si në aspektin e sjelljes, po ashtu edhe në aspektin profesional. Po ashtu në qendrën e trajnimit të mjekësisë familjare mbahet pjesa praktike e specializimit të mjekësisë familjare, si dhe edukimi I vazhdueshëm infermierik. Me qëllim të vlerësimit të gjendjes shëndetësore të nxënësve të shkollave fillore, zbulimit të ershëm të anomalive dhe smundjeve të ndryshme dhe parandalimit me kohë të tyre, ne 6 vite me radhë organizojmë këto vizita mjekësore sistematike në të gjitha shkollat fillore të komunës sonë. Për çdo vit I kontrollojmë rreth 10.000 nxënës. Të dhënat e nxjerra nga këto vizita përpunohen në mënyrë statistikore dhe I dërgohen Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, Ministrisë së Shëndetësisë, Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe UNICEF-it, të cilat ju shërbejnë për hartimin e politikave shëndetësore. Patologjitë eventuale të zbuluara tek nxënësit referohen në nivele më të larta shëndetësore për trajtim. Jemi komuna e parë dhe derivon e vetmja që kemi zhvilluar një projekt të tillë madhor. Qëllimi I implementimit të konceptit të mjekësisë familjare është të bëhet edhe parandalimi apo zbulimi I hershëm I sëmundjeve tek qytetarët. Ne kemi qenë komuna e vetme që prej vitit 2008 I realizojmë vizita sistematike të nxënësve në të gjitha shkollat fillore të komunës së Prizrenit, pra në 70 shkolla fillore. Përveç tjerash, ne I shënojmë ditët të shënuara të mjekësisë duke organizuar aktivitete edukative shëndetësore, sensibilizuese, promovuese, të organizuara jashtë objekteve tona me komunitetin, siç është dita botërore e diabetit, dita e HIV-sit nëpër shkolla dhe ajo e etheve hemorragjike. Profesioni ynë human na bën të mendojmë edhe për aspektet e tjera humanitare, si dhurimi vullnetar I gjakut nga punëtorët shëndetësor, si dhe shpërndarja ndihmave të ndryshme për skamnorët.
Falë seriozitetit dhe punës së suksesshme, ne kemi arritur të krijojmë ura bashkëpunimi me institucione ndërkombëtare, të cilat ofrojnë donacione të ndryshme. Nga qeveria e Luksemburgut kemi përfituar donacion shumë të rëndësishëm, siç është sistemi informativ shëndetësor. Po ashtu nga ky donator kemi përfituar edhe një autoambulancë të re. Institucioni jonë falë buxhetit solid, menaxhimit të mirë dhe programit të kryetarit profesor Dr. Ramadan Muja, i cili si prioritet e ka edhe shëndetësinë. Kemi dhuruar pajisje mjekësore Spitalit Regional të Prizrenit, si fibroduodenoskop për repartin e kirurgjisë, aparat ultrasonografik dhe pompa infuzive për repartin e neoantologjisë. Gjatë vitit, në kujdesin parësor shëndetësor të Prizrenit organizon aktivitetet të ndryshme shëndetësore në formë fushate, me qëllim parandalimi dhe zbulimit të hershëm të sëmundjeve. Me që rast, Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare ofron shërbime falas për qytetarët. Për më shumë se 2 muaj në këtë qendër ka vazhduar fushata për luftimin e kancerit të gjirit. Me që rast, shërbime falas u janë ofruar 520 femrave. Mund të them me plot përgjithësi se kemi realizuar këtë rol dhe gjatë kësaj periudhe kemi pasur diku 650 paciente, duke marrë parasysh që vetëm një muaj tetor nuk qej mjaftueshëm për shkak të trysnisë dhe të interesuarave, atëherë e vazhduam fushatën edhe në muajin nëntor. Do të thotë 2 muaj kemi pas shërbime falas, ultrazë dhe mamografi. Qëllimi i kësaj fushate ka qenë sensibilizimi i femrave mbi këtë patologji, mbi këtë sëmundje dhe zbulimi i hershëm i sëmundjeve së kancerit tek femrat. Përmes investimeve është menduar që shërbimet shëndetësore të jenë sa më afër qytetarit. Politikat shëndetësore të drejtësisë komunale për shëndetësi janë shtrinë në 2 rrafshe. Në rrafshin e parë ka qenë ofrimi i shërbimeve shëndetësore në të gjitha lagjet dhe fshatrat e komunës së Prizrenit. Dhe në 2, ofrimi i shërbimeve shëndetësore kualitative dhe cilësore përmes ngritjes apo avancimit profesional të stafit shëndetësor në komunën tonë. Ne jemi kujdesur gjatë këtij 5 vjeçarit të rajonalizimi i cili është bërë më herët para ardhjes sime në këtë post, që ky rajonalizim të realizohet dhe të implementohet në përpikëri, në mënyrë që pacientët të dinë saktësisht se ku do t'i kërkojnë këto shërbime shëndetësore. Psikiatria është një prej shtyllave të rëndësishme të shëndetësisë, për dallim nga komunat e tjera të vendit, në kuadër të kujdesit parësor shëndetësor të Prizrenit. Bëhet edhe trajtimi psikiatrik i fëmijëve dhe adoleshentëve. Kjo qendër është në funksion që nga viti 2004 dhe njëherët është vetmja qendër e tillë, domethënë referente për problemet e shëndetit mendor për fëmijë dhe adoleshent në gjithë regionin e Prizrenit. Në këtë qendër, themi në këtë njësi, kryen aktivitetet të vlerësimit si dhe të trajtimit të fëmijëve dhe të adoleshentëve me probleme të shëndetit mendor. Të kënaqur me shërbimet që ofron stafi mjekësor janë edhe qytetarët e Prizrenit. Shumë e sjellshme kjo qendër. Sa herë vina kur s'kena problem të. Jemi pacientë, kemi të rregull këtu, çdo ditë është shumë mirë. Do me thonë pacienti janë rregullat, e merr kartonin, shkon vizitohet e mjeku, këtu do me thonë nuk ka asnjë problem. Po dhe ne jemi të kënaqur shumë, do me thonë jemi të rregull, edhe këtu na presin mirë. Unë shfrytëzoj rastin që ta falenderoj sinqerisht dhe përzemërsisht një falënderim të madh për qeverinë komunale dhe për konkretisht për kryetarin, profesor Dr. Ramadan Muja, i cili na ka ofruar një përkrahje të fuqishme në aspektin financiar, në aspektin dhe në aspekte tjera për mbarvajtjen e punës. Pra është një meritë e madhe i takon qeverisë lokale dhe kryetarit, të cilët vazhdimisht ju kanë përgjigjur pozitivisht kërkesave tona me qëllim të avancimit të kujdesit parësor dhe
me qëllim të ofrimit të shërbimeve shëndetësore samocilësore. Shëndetësia dhe mbrojtja e shëndetit të qytetarëve do të jenë prioritet edhe në të ardhmen. Për këtë është zotuar qeverisja komunale dhe menaxhmenti i qendrës kryesore të mjekësisë familjare. Angazhimi i stafit shëndetësor do të jetë maksimal, gjithmonë në shërbim të qytetarëve.